definicioni i oligarkut është kur një biznes ka lidhje me pushtetin. Ti nuk je më oligark ku pushteti është që 6 vjet në dorën e dikujt tjetër. Oligarkia është kur ata të pasunit qëndrojnë prapasken edhe e dirigjojnë politika qeveritare. Po nëse këta që 7-8 vjet nuk janë më oligark këta, domethënë ti inshallah si ka imon ti, përveç nëse ki oligark personal tash ti tjerë. Po, edhe sulmet më të mëdha menoj kështu narracion derisa kanë zgjedhje gjithmonë kanë qenë, është e njoftuna intervista atij kur thot njeri suksesshëm është njeri i keq. Po. Njerëzit e ndershëm janë të varfër. Njerëzit e ndershëm janë të varfër, edhe kjo vërtet për mua ka qenë goxha ofenduese se unë kom pas qef më koni suksesshëm. Edhe mendoj që nuk ka kur gjë të pamoralshme me dash më koni suksesshëm në çfarë do sfere. Këtu është demonizu biznismeni si koncept. Po. Domethënë është marrë kur termi biznismen është më shumë term pejorativ se term i suksesit. Në fakt është veç pejorativ në mindsetin e pushtetit. Është veç pejorativ. E për mua personalisht termi biznismen ose që më thon ndërmarrës është gjaja më e bukur që mund është sot me bon Kosovë. Sipërmarrës, me nis diçka, me marru diçka, mi pagu do taksa, mi pansu do njerëz, me ndërtu një objekt, mi pu do investime, me marru një fabrik me do. Për mua kjo është heroji i shteteve të paqes. Qysh kanë qenë hero luftari, qërimtari në shtet të luftës, në shtet të paqes ndërmarrësi është hero. Ndërmarrësi normal gjykatësit edhe prokurorët edhe mësimdhënësit edhe doktorat, po me ata ndërmarrësi është ku krijohet themelet për mua, përsa është të një shteti modern. E ti që ata po i sulmon mas shumti. Unë për herë të parë në jetën time në një shtet evropian, më qenë gabim, që unë pa që një kryeministër e sulmon një biznismen në foltore, domethënë ku e përmend rastin e Devolve, domethënë kur s'kum pa një kryeministër të shteteve, qoftë edhe të shteteve që nuk janë zhvillume, po dhe në shtete si Bullgaria dhe si Moldavia që po krahasohem tash, çka nuk kom pa që si sulme të kryeministrit.